Vazhdojmë me kërkesën B. Gjeni ekuacionin e drejtësës AD. Në fillim gjejmë ekuacionin e drejtësës AB. X minus x0 përmbi x1 minus x0 baras y minus y0 përmbi y1 minus y0. Nga kryerja e veprimeve, ekuacioni i drejtësës AB del 4x minus 3y minus 10 baras me 0. Nga ana tjetër, drejtësa AD kalon nga pika A me koordinata 4, 2, që është pingull me drejtësën AB 4x minus 3y minus 10 baras me 0. Kemi një formul bx minus x0 minus a y minus y0 baras me 0 për të gjetur ekuacionin e AD-s. Dhe nga kryerja e veprimeve del 3x plus 4y minus 20 baras me 0, ose minus 3x minus 4y plus 20 baras me 0. Ekuacioni i AD-s është 3x plus 4y minus 20 baras me 0. Faleminderit!